Gjashtë shenjat që tregojnë mungesë kalciumi në trup. Kalciumi është vërtet edhe një lidhës i mirë për kockat dhe shëndetin e fortë, por përfitimet që ai ofron për shëndetin e përgjithshëm të trupit janë të larmishme për shëndetin më shumë se sa tregon ky zbulim. Në mënyrë specifike, kalciumi luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës pasi ndihmon në mpiksjen e gjakut dhe të kurrjen e muskujve të zemrës. Prandaj, konsumi mjaftueshëm i tij është jetik për shenjat që mund të lidhen me mungesën e kalciumit që nuk duhet të injorohen. Shenjat që tregojnë mungesën e tij sipas The Health Site mund të rendisim në këtë video. Mungesa e kalciumit shoqërohet me simptoma që shfaqen në trup me kalimin e kohës. Këto mund të jenë dhimbje muskulare ose dobësi, ritme jo normale të zemrës, mpirje ose ndjesi shpimi me gjilpëra dhe në gishta, humbje të konfuzionit të kujtesës, thonjë të dobët dhe të brisht, thyerje të lehta të kockave. Gjithashtu, një paraqitje tek mjeku dhe një analizë e duhur mund të jetë një zgjidhje paraprakje për të parandaluar çdo shqetësim të mundshëm nga mungesa e këtij minerali.